Përshëndetje, jemi bashkë në një tjetër episod të podcastit bashkë me organizatën ndërkombëtare Propis për të diskutuar për rolin e rëndësishëm të grave gazetare para periudhës së luftës dhe gjatë luftës. Kam kënaqësinë e veçantë se do të flasim në këtë episod të podcastit me Evliana Berani. Përshëndetje, Evi. Përshëndetje, Gjem. Faleminderit shumë për kohën, është kënaqësi e veçantë për të diskutuar për rolin personal, rolin e gazetarëve gjatë viteve 90-ta sidomos dhe gjatë kohës së luftës. Por nëse mund ta nisim për një gjenerat të re të atyre që mund të na shohin në podcast, për të na treguar se keni nisur ju karrierën në gazetari në vitet e 80 apo jo? 84, 85. Si ishte? Në atë kohë të jesh gazetare në Kosovë. Ishte me shumë të panjohura. Unë dhe thëtë nuk kisha përgatitje profesionale për gazetari. Kisha të mbaruar fakultetin juridik dhe në pamundësi që të punësohem dikun tjetër, Rilindja e dikurshme, gazeta e vetme në gjuhën shqipe në atë kohë, ishte një nga ato institucionet që përgjedhjen dhe punësimin e njerëzve e bënte me konkurs dhe me një kallaballëk intervistash. Kështu që ishte krejt e rastit që unë përfundova aty. Aplikova, u futa në 2-3 intervista, ishim dikon 217 kandidat, i kalova testet dhe mbetën te. Tani, pjesë ndrore e diskutimeve në këtë podcast është të qenurit grua. Gazetarët do ta prekim disa herë gjatë intervistës, po si ishe në vitet e 80 në këtë konkurs, sa kishe që aplikuan gra e sa burra, sa u pranuan, si ishte ajo farë balanse nëse të themi në rilindjen atë kohë? Do të thotë në vitin kur une jam pranu në punë, ne ishim gjithsej 4 veta që u punësum, kemi qenë 3 gra dhe 1 burr. Sa mirë. Në rilindje. Por numri i qikave dhe grave gazetare ka qenë i vogël. Në rilindje ka qenë i vogël. Këtë përqindje e përmirësojshin gratë dhe qikat që ishin në departamente tjera, jo direkt në gazetari. Ndërkohë që ne në atë kohë kishim edhe televizionin, në ekrane televizive, me gjithat, po në RTP, dhe në radio. Radio Prishtinë. Atje kujtoj që struktura gjinore ka qenë më e mirë. Në ekran kemi pas bukur shumë qika e gra gazetare. Si kanë qenë vitet 80-ta të punës, temat kryesore në atë kohë, pra kishte nisur rezistenca apo jo? Si ka qenë për ty, cilat kanë qenë temat që i këmbëlluar në atë kohë? Ka qenë ndoshta fati imi që unë karrierën e fillova në një gazetë e cila mbledhte boshtin e intelektualëve të Kosovës. Shumica ishin shkrimtar, shumica ishin profesor, njerëz të cilët kishin një background profesional dhe politik brapa. Tash s'po dija të përmendja emra Mehmet Kraja, Bugjove, Berisha, Ibrahim Regjepi, do thot njerëz me shumë për Maksut Shehu, njerëz vërtet me një përvojë të hatashme. Rilindja kishte një sistem. Do thot edhe pse nuk kisha kualifikim për gazetare, brenda një viti të praktikës, unë realisht e fitova një përvojë të hatashme që tash një të riu, i cili futet në këtë profesion, besoj i duan 3 ose 4 vite. Pse ishte i tillaj sistem? Sepse sistemi të blunte, ti si fillestare ose fillestar në këtë profesion, duhej të ballafaqoheshe me të gjitha sektorët e mundshëm. Prej çmimit të specave në treg, deri te seanca e Kuvendit të Kosovës. Do të ke parakalu gjatë praktikës, edhe në sektorin e shëndetësisë, edhe në sektorin e ekonomisë, edhe në sektorin e arsimit, të kulturës, të politikës. Kështu që ai vetë shumë intensiv i praktikantit të përgatiste relativisht mirë për atë që ka të priste ma vonë. Ndonjë episod në vitet 80 mbase edhe nga perspektiva gjinore që mund ta ndanim e idesë e daljes në terren, raporti me palët në terren. Do të thotë brenda kolektivit ku kam punuar, nuk është që kam vrejtur në ndonjë ndasi apo paragjykime gjinore. Politikat të cilat ndiqeshin
ato kohë në raport me gjinin ishin pak a shumë këto që ndiqen edhe sot. Jo kvota, jo përfshishmëria e vajzave dhe grave në politik, fuqizimi i tyre në politik, fuqizimi në ekonomi, do të thotë përpjekje për fuqizimin e gruas ka pas gjithmonë, nuk është diçka që ka lind me mu, sigurisht ka pas edhe para meje. Por gjatë punës në teren, ajo që kam vrejt ka pas shpërputhje shumë të madhe mes përpjekjeve që e bënin intelektualt në dhe jashtë politikës, në dhe jashtë medjave dhe asaj me qka ballafaqohesha në teren. Do të thotë, terenet e mia të para në vendet rurale, në fshatra, shpaluan paragjykimet që ekzistonin për gruan, për vajzat, qikat. Ato ishin shtylla e familjes, ishin bartëse e gjitha obligimeve prej lindjes deri te rritja e fëmijut, e kujdesit për familjen brenda shtëpis, por jo që kishin ndonjë rol të madh në shoqëri. Shkollimi në atë kohë ka qenë obligativ, të paktën shkolla fillore dhe e mesme, dhe përkundër këtij obligimi ligjor ato kohë unë besoj nga ajo që kam pa në teren, jo të gjitha gratë e vajzat kanë qenë të përfshira në shkollim. Burrat kanë qenë të destinuar për këtë punë të rana, puna në fush, për kujdesi për familjen, sigurimi i financave, mirëmbajtja, mirëqenja, dhe thotë roli i gjinive, po, ka qenë i ndarë dhe kjo ka të bëjë me mendsinë, ndasi tilla kemi edhe sot, edhe jam shumë e sigurt që do t'i kemi edhe një kohë gjatë. Në këtë rafsh nuk kemi përjashtim nga shoqëritë, nga pjesët tjera të globit, këso pabarazi dhe këso ndarje, sipas roleve gjinore dhe paragjykimeve për gratë qikat, ekzistojnë edhe në vendet më të zhvilluara evropiane, por janë procese që duhet vazhdojmë, të punojmë. Në raport me punën, personale, pra ti kur ke dalë në terren, ju kur keni dalë në terren, ideja e sjelljes së palëve, se ka qenë në vitet e 80-ta, pra nëse një palë, burim, le të themi, ose dikë për cilin zhashu të raportohet, se ka qenë trajtimi i tyre ndaj gazetarëve burra gra nëse janë bërë dallimin ose ke ndonjë. Po të jap 2-3 raste kështu, po tentoj me ilustru me shembull. Unë për vete nuk kam pasur ngarkesa, do të thotë, mbase për shkak të fokusit të punës që e kam bë. Dhe kur nuk e kam pa veten, a jam gazetare grua ose vajzë. Unë kam qenë gazetare dhe kjo ka qenë pika ime e referencës. Por, tereni imi parë në fshat, po e përmendi rastin e Koliqit, do të thotë, unë isha e përgatitur për një seancë në Asamblenë e Prishtinës apo në Kuvendin e Kosovës, nuk e mbaj në mend sakt. Dhe ndodhi një ngjarje oj që të kishin ngëlltit disa dele në fshatin Koliq, në periferi të Prishtinës, dhe unë shpreha vullnetin me shku. Në fshat, unë isha me Vozicin, shoferin e atëherë të rilindjes Faikun dhe fotoreporterin, zbretëm të një shkollë dhe duhej të ecnim këmbë deri të shtëpia ku duhej realizuar intervistën. Tash dalim të paragjykimet, plaku e hap derën, edhe ne po zbathemi që të futemi mbrenda. Dhe kur hynëm të dera, më drejtohet, thë, ti shkon majta se këtu i kemi gratë, ju bura e janë me mu në odë. Edhe këta fillun me qesh, po jo, thanë se kjo duhet me realizu intervistën. Që dhe thot, po, paragjykime ka pas dhe kontakti i njerëzve me gazetaret gra, nuk ka qenë shumë i zakonshëm, se nuk kemi qenë shumë, kemi qenë pak në atë kohë. Edhe kjo ka shkuar duke u rritur natyrisht dhe rol e dim nga ato çfarë kemi lexuar që gratë gazetare në shumë të reja, sidomos që kanë nisur puna atëherë, kanë luajtur në vitet 90-ta. Si ndryshuai situata në vitet 90-ta edhe për ty personalisht në kuptim të raportimit, pra kur në fund të viteve 80-ta ke ndikuar protestat, pra nëse kërkesat për Republikë, në vitet 90-ta shumë tension, si kanë qenë vitet e 90-ta, para nisjes së luftës?
Kanë qenë vite shumë të rënda gjemë dhe me shumë të panjohura. Dhe thëtë, unë personalisht rrallë herë kam pas kohë të ndalem edhe të mendoj edhe të reflektoj për një situatë ose moment të caktuar, sepse ngjarja nuk e zinte ngjarjen. Zhvillimet kanë qenë jashtëzakonisht dinamike. Ndodhit ishin maramendshëm të shpejta, do të thotë ka qenë shumë problem me zanë që ti të ulesh edhe të analizojsh një kontekst e të delsh me një analizë pak më të thellë. Sot nga kjo perspektivë unë mund të analizoj, por në atë kohë absolutisht fizikisht ka qenë e pamundur. Gjithkohën ke qenë në terren, gjithkohën ke qenë i mishrum ose e mishruar në ngjarje. U fillu me protesta, protestat kryesisht kanë dominu në Prishtinë, mirë po shtrieshin edhe në qendrat tjera të Kosovës, ishin përpjekjet e Serbisë për rënimin e autonomisë së Kosovës, për suspendimin e institucioneve. Në gjatë atyre protestave që ma vonë eskaluan edhe në demonstrata, kemi pas edhe viktima, në mbajnë men vrasja e Elfete Humollit në Lupq, nëse zgaboj ka qenë, dhe kemi pas situata mjaft të randa. Rezistenca ndaj përpjekjeve ishte shumë e madhe. Çka ka qenë interesant, ndodhen helmimet masive, si diçka krejtësisht e re për secilin. Në ato momentet e para, njeriu nuk e kishte të qartë çka po ndodh. A jemi helmu me ujë, me ajër, do të thotë ishin x e x të panjohura që na dilnin rrugës. Dhe përgjithësi e madhe për të raportuar, apo jo? Për ato se çfarë ka ndodhur vërtet. Ishte jashtëzakonisht e vështirë. Gjatë helmimeve unë do të thotë ato pamje nuk i harroj kur, ka qenë dikon ora shumë herët në mëngjes kur më thiri redaktori, tha duhet shkojsh në spital, sirenat të ndëgjoheshin gjithandej qytetit, njerëzit prej gjitha komunave, fshatrave, në traktor kanë sjell nxënës të shkollës fillore, kryesisht, por kishte edhe të shkollës së mesme, shumica ishin vajza, kanë qenë pamje të tmerrshme. Por është dashur të kaloj kohë që unë të bëj ndërlidhjen që i gjithaj inskenim, realisht është përdorë si shkas, që të thuhet se institucionet e Kosovës nuk kanë kompetencë të mjaftueshme edhe që të rënohen e të suspendohen. Dhe të thotë, periudha e helmimeve është përdorë si shkas, është shpikur si shkas, helmimet janë shkaktu, por janë përdorë për largimet masive nga puna, për vendosjen e masave të jashtëzakonshme, kështu që ne nga një situatë ende pambrime u konsolidu rrshqitnim drejt situatës tjetër, e cila ishte më e rëndë se ajo paraprakja. Kushtet kanë qenë vërtet shumë të vështira për çdo profesion, e sidomos për neve. Mbajnë mend për shembull protestat e minatorëve. Ka qenë ai marshi i minatorëve, dimën, ftohtë, qëndrimi i tyre në stadion. Ne në atë kohë nuk kemi qenë edhe të pajisur, që janë sot gazetarët. Ti për një informacion nuk e pas telefon mobil dhe internet, por është dashur të shkosh në vendin e ngjarjes, të rish deri në fund, do deri në mëngjes të përgatitesh. Pa e ditur redaksia se çfarë absolutisht. Po ndodh. Pastaj pas helmimeve ndodhi suspendimi i kuvendit, u larguan policët dhe policet nga puna, u larguan deputetët dhe deputetet nga kuvendi, u pushun institucionet, u mbyll televizioni publik, u larguan gazetarët dhe gazetaret e Radio Kosovës, u mbyll rilindja, dhe ne ishim në një vakum, në një ter informativ, që presupozante një situatë edhe më të rrezikshme, se aty ku ka ter informativ dhe mjegull, funksionon propaganda dhe manipulohet opinioni. Në atë kohë e gjithë përpjekja baj që të parandalohet një luftë apo masakrat eventuale. Pse baj kjo? Sepse ti ishe jetim. Shqipëria nuk ishte e fuqishme, ballafaqohej me krizat e postkomunizmit. Kosova
nuk ashtë që ishte rrethuar me vende mike. Të gjithë ishin pjesë të ish Jugosllavisë dhe rreziku për një luftë ka qenë shumë i madh. Dhe çka ndodh, shpërthen Bosna. Kështu që të ne shtyhet edhe për një periudhë, vazhdohet me ato lëvizje, krijohet LDK-ja, krijohen partitë e para alternative, dhe thotë shumë gjëra njëkohësisht. Përpjekjet me u instalu pluralizmi, përpjekjet me u kriju një status i një Kosove të pavarur, përpjekjet me u vendos drejtësia, me pushu diskriminimi. Dhe thotë, gjitha këto e ngjana me cilat gazetarët në atë kohë ballafaqoheshin në bazë ditore. Të çojmë në për disa episode gjatë periudhës së luftës nëse mundemi, por para se të nisë, pra dalja parë publike e UÇK-s, varrimi i mësuesit Geci, gjithë kemi parë pamjet, një pjesëmarrje masive e njerëzve të qenë aty në Tiranë. Çfarë ke parë, si ka qenë ai raportim ai moment për ty? Do thotë të jap kontekstin. Para vrasjes mësuesit Geci, kishim komunikata të UÇK-s, por nuk kishim kontakt me UÇK-n. Po flasim nga prizmi i gazetarit, gazetarës. Dhe u ngritën shumë dyshime kush është dhe çka është UÇK-ja. Kush ndron bravo. Dhe pati shumë spekulime, ndoshta edhe qëllimisht të gjenerume, po ndoshta edhe pa ndonjë qëllim të keq, po thjesht në mungesë të informatave. Unë vetë raportoja për ngjarjet, kur thuhej, po e zajmë, UÇK-ja sulmoi këtë patrull policore. Shkoja në vendin e ngjarjes, ishte ndoshta një vetur me një rotë të damtume, por e kishe një fshat të tërë të njerëzve që ishin të rrahun, të arrestum, të maltretum pas incidentit. Si hakmarrje e fortosur. Po, absolutisht. Por nuk e dinim apo ndodh vërtet, apo po e inskenon dikush për me ushtru dhunë dhe me ushtru terror në për fshatrat e banume me shqiptar. Dhe kur ndodhi vrasja e mësuesit Geci, unë shkoj në Llaush. Pjesëmarrja në varrim ka qenë masive. Dhe me të thënë të drejtën, unë kam pas përjetu shok kur erdhën 3 pjesëtarët e UÇK-s. Për mu ka qenë shokante. Nëse zgaboj, 2 kanë qenë me mask, 1 pa mask. Maskën e kishte Regja Selimi, se nuk i haroj sytë e ti të kaltërt. Unë isha shumë afër, e ofroj mikrofonin dhe i them, a ka mundësi një intervist, një kasetofon të vogël i kam pas. Dhe më kthehet me emër. Evlian thot, kur të kemi nevojë të lajmërohemi. Ishte shoku i dytë, dhe thot këta njerëz, edhe po përcjellin media janë të informuar. A ju njëtë, por ju nuk e njënit atë? Absolutisht. Përfundan varrimi, unë kam qenë në konfuzion shumë të madh, çka po ndodh. Do të thotë, ishin 2 kontraste jashtëzakonisht të mëdha. Në Prishtinë me një lëvizje ekstremisht intenzive paqësore dhe me kanalizimin e pakënaqësive dhe frustrimeve në reagime dhe incidente në për vendet në periferi, në vende në komuna më të vogla dhe fshatra. Dhe tash ky ballafaqim me 3 të ri tonë, për mu ish shokant, nuk disha kush janë, nuk disha kush i udhëheq, po të gajngan, që ka pëndodhë këto, e kisha frig luftën, se cili i frigoj luftës, kjo ishte normale. Në anën tjetër, pa siguria, pa një forcë, pra pa të cilës ti mund të mbrosh, ose tikësh, ose të skajosh, edhe kjo ishte problem në vete. Përfundan varrimi, unë im kujtot një raport shpejt e kam pas shkru, edhe kam thënë unë do të rinë Llaush, qane raportin, unë nuk lëvizin nga Llausha pa u taku. Po du me ditë, kush janë edhe çka po ndodh. Kjo ka qenë 28 nëndore, apo? 97. Ka qenë 97. Dhe e vizitoj familjen, ishin ceremonit pas varrimit, ngushëllimet.
Provaj të qaj mesazh, du të takohem, kush janë këta, i njihni ju, po i njohim, po kush janë, a jeni sigur që janë njerëz tonë, po janë. Ishte Murat Musliu, kryetari i KMD-s Pobre, thate Evlian, më thash, a jeni sigurt, a din sa mund t'ju besot këtyne të rive. Se kishin zërin e kishin të riut. Pas diku 1 orë 2 vjen vetura edhe kërkojnë t'hynë vetur. Hynë vetur edhe shkoj të takojnë, ishte ky takimi jemi par, live me pjesëtar të UÇK-s, e bëj një intervist të gjatë me Recep Selimin. Edhe e kuptaj kontekstin, e kuptaj çka po ndodh. Teli Koshani e di që mezi kemi janë shkalu, po zbloqet edhe në përmale, ka kroni mbretit, kemi qenë 3-4 vetura, tash më veç kishim edhe gazetar të huj, kemi mbri për varem në Likoshan, dhe më kujtohet, mu veç më njefshin se frekuenta isha në Rajane dhe më pyesin, po ku e den, tha, që këta për gazetarët, e huje kishin fjallën, nuk janë tha shpiuna. Edhe di, unë aty e kom pas një dilem, ndoshta 20-30 sekonda, thash po kjo që shponis, do të me mësu me prezencën e gazetarëve të huj. Thash jo, une mëj me e dit që ndoshta 50% janë shpiuna, për 50% mund t'jenë gazetarë. Kështu që së ngarkojmë fare me atë punë. Kush janë i qka janë, përderisa ja shoh emrin në media. Edhe ju duhet hapeni me mediat. Nuk u gjani jo me mbulu një masakër si kë. Do të pat një debat. Dhe vetëm javë më pas Prekazi. A ka qenë vështirë me mbri në vendin gjarën? Prekazi ka qenë shumë vështirë me mbri. Sepse Prekazi ishte i rrethuar nga forcat serbe kur e ka qenë shumë vështirë. Kur ndodhi Prekazi, unë tashmave që isha korespondente e New York Timesit, ne nuk kemi gjetë mënyrë që është futemi në ditën kur kanë ardhur kufomat, kur i kanë sjellë kufomat. E di se ju kemi qep mbrapa kryqit kuqë ndërkombëtar. Kryqi i kuqë ndërkombëtar i binte rrugës së vjetër në për Mitrovic, Shqipal për me shku në Klin e mandejnë Skenderaj dhe në Prekaz. Ka qeni ditë me shi, rigante, pamjet kanë qenë të mërshme gjenë. Do thëtë prej momentit kur kemi dal nga Mitrovica, 2-3 fshatrat e parë, komplet ana e majtë. Kanë qenë tanke, kanë qenë qadrat të ushtrisë, policisë sërbe, ushtar, një heshtje e plakosu, një heshtje të mërshme. 3 ose 4 herë në kanë dalë kryqi i kuq, ndërkombëtar. Ndalej, dilin prej veturave dhe tentanin me na bindë që të kthehemi. Juve, që të mos i ndisni nga pas. Nuk keni drejt të veni pas, sepse edhe ata sigurisht kanë shku si rezultati i negociatave për me mujtë me pa që ka ndodhë. Dhe ne ndaleshim, tamam nisej kordoni kryqit kuq, ne i qepeshim prapë mrapa. 2-3 herë u ndalën dhe sa ma shumë i ofroheshim Skenderajt, dhe thëtë ma edhe nuk ishin guxime u ndalë, se tash rrugët i kishe komplet në blokad. Kur erdhëm tek kthesa për Prekaz, pak për tej Prekazit ka qenë një hapësirë ku lashin makinat, veturat, aty i kishin vendos kufomat, nave që kishin informacionin, unë kisha informacionin prej KMD-s, LDK-s, burimeve të mija në teren që tash veç kishim mobila, telefona mobil, që kufomat janë në këtë lokacion. Kryqi kuq vazhdoj drejt, ne e morëm kthesin edhe shkum në vendin e ngjarjes, dhe thët ato pamjet me të vrarve, 3 reshta me qarqav të barë, edhe gra, fëmi. Qa me të thonë gjemë? Shumë e vështirë. Ka qenë po vështirë. Por dikë që kemi diskutuar edhe në podcast tjera, të një etnie të caktuar, pra sa e vështirë është, kur në një formë je palë në konflikt. Pra, të ishe për New York Times,
me gazetar besoj edhe tuaj, por Jo, aty kam qenë vetëm une. Ke raportuar për reportere edhe nuk s'ka pas ndërkombëtar, keni Nuk e qenë di, a vendor. ka qenë edhe një gazetar, a ka qenë edhe kërcëshor ku ajo, s'po më kujtohet. Po, kemi qenë na. Po, përsa vështirë pra të raportosh duke qenë etnikisht palje një konflikt? Ka qenë vështirë, po normal që ka qenë vështirë. Unë e kom pas situata kur jam dale, jam zjerë prej veturës se po besaj që të gjithi kemi pas këto situata, kushdo që kemi raportu në atë kohë. Nuk ka qenë raportimi i lirë. Nuk ka qenë pa pasoja. Po, unë të paktën, të thëtë është shumë i çuditshme. Unë sot nuk dija kisha me e pas atë forcë. Sot nga kjo perspektivë, por në atë kohë, unë nuk ndalesha është. Forcë natyrshme? Organizmi im është demobilizu pas lufte. Gjatë luftës, ka qenë i fuqi që më ka mbajt edhe që tankon ka shty, do të thëtë une më gjesë, nëse 3-4 orë gjomi ka mba, kur jam zgjuj, këmë thonë, dush me vazhdu, se unë edhe kalimin gjem është një moment. Në New York Times unë e kom bot ditën e prekacit. Më thiri Hamza atë më gjesë. Ka qenë dikun rreth orës 4 në mëngjes, ata e kanë pas një telefon satelitor, thiri edhe tha lufta ja nisi, sulmi. Edhe unë u plakosa, që ajo dje që ka me ndodhë. Veç tha me u përshëndet, edhe unë e di që ajo ka në momenti ku më thonë stop ti dot me 2 kam të mu lidhë me një medium i cili kur të fletë, Kongresi Amerikan merë vendim. Unë nuk isha pa oferta në atë kohë. New York Times. Edhe atë ditë unë e kom në shkru New York Times. Do me thonë, me një ere e kom ditë që ma nuk është koha mi folë, mi raportu vetë vetës, na të gjithë po edhim me qka po ballafaqohemi. Edhe atëhere qarkullimin pa dyshim e kam pas më të lehtë. Me beq të New York Times se sa të tjerë. Po jo pa presion e tortura. Mu ka ndodhë, më kanë kapë për flaksh. Po unë kur s'kom folë për këto gjana, se di që është s'di. Nuk di, i ndëgjaj shumë gazetari. Janë normale, unë kujtaj që janë normale të një situate në luft. Çfarë të ka ndodhë? Kur të kanë dalu policia e Kosovës në të... Jo e Kosovë, për ne e Serbis. E Serbis natyrësht, policia e Serbis. Po si jo, për shembull e kom pasë rastin, tu këthy prej Drenicës, kur ne kemi qenë 4-5 gazetarë, mu më kanë gjerë prej veturës, veç të fillun, do me thonë, me fjalë më të ndyta të mundshme, te terroriste, dhe thëtë, po mu vjen turp me folë për këtu gjana, unë nuk ndështë edhe kam gabim, ose e kom pas rastin në Malishev, kur më kanë nëzjerë prej veturës, kolekt kanë tentu me më të reqë mbrapa, ose ka qenë rasti kur kam dalë prej rrethimit për filmin The Valley, kur dalëm prej rrethimit ka qenë komplet zona e blokume, ne jemi detyru në për mal me shku, edhe u ndeshëm me tankësat prej një drejtimi, ku na me ndu më është shtek për neve me ikë, me dalë, që me mbrime për cilë raportin e më këthy prap, forcat sërbishin të ardha, dhe aty më kanë nëzjerë prej veturës që është e keqë, aty kurse araj ka qenë një moment kur policia ka hek uniformën dhe më ka qitë më në kra. Që unë tash isha targeti palës tjetër. Dhe ka qenë Daniel Ridi, tha don't react, mos reaga. Edhe aty, do të thëtë, me fjallët më të ndyta, kemi me të vra, këto kanë qenë normale, unë nuk besaj që këto më kanë ndodhë veç mu, unë prandaj kur si kom folë, se unë nuk di që ka shku ndë një gazetar e që së është ballafaqu me këto probleme. Përpjekjet e Serbisë me ndalë informimin kanë qenë të jashtëzakonshme. Dhe na kemi qenë shumë të vetëdijshëm për këte. Po a i bje që asë në konsiderat për faktin prapë gjinori, pra që ke qenë grua për kundrazi target? Jo. Shiko,
që një moment për ta tregoj, për shembull mua edhe Valentina Saracinin, kur na arrestuan, se unë kam qenë disa, më thonë, na kemi pas të lashe. Serbia, në momentin kur ka eskalu situata, ka qenë në ekstreme interesume me ndal informacionin për mediat të ndërkombëtare. Kështu që presionin ndaj nesh, që ishin të përfshirë në raportim për mediat të ndërkombëtare, ka qenë jashtëzakonshëm. Unë në atë kohë unë jam detyru, e kom marrë vajzën, e kom largu komplet prej banesës dhe jam kthy te baba pasan viteve që nuk kam jetu në se frigosha me elan vetë, do të thotë presioni psikologjik ka qenë i tmerrshëm. Për shembull, ka ndodhur me nektana, me ditë, isha në stres, po më vjen dikush në banesë. Unë isha gjithë ditën në punë, po shkon dikush në banesë, po ma dhunon vajzën, e kupton? U detyrova me u lëviz, me u zhvendos, me ndru lokacion, mos me jetu aty ku isha me vite, prej vitesh. Është edhe diçka, unë gjëm që jam pas ngop, mas një lodhje, bukur gjatë ka qenë lausha. Dhe të thotë, u lodha prej raportimit, u lodha, dy sy të mbylleshin, ka ishin luftimet shka ishin, une, ja, në odën e vëllezërve Gecaj, i them, unë nuk po moj ma, a moj me ra me flajt? Edhe unë kam flajt në atë odë, kur me e sigur që jam një gjatë luftës, sepse thysha këta jam për para moj me ikë. A e kupton që jam këto efekte? Të jashtëzakonshme. Bombardimet filluan në mars, por ti nuk ishe këtu, kishe shkuar paraprakisht. Unë me njerë pas Reqakut, e lashkë punën, edhe ju ktheva gazetarisë, shkova, raportova me kolegët, ishte Financial Times, TV Norvegjia, e të tjerët për varrimin e Reqakut, dhe mas asaj ndodhi një masakr tjetër, masakri i Rrugovës, që ka qenë i tmerrshëm, dhe prej aty unë isha tankon në një lloj presioni prej kolegëve që të shkoj në Çeki, në Prag, për me themelu Radio Evropën e Lirë në gjuhën shqipe. Sa që e kom pas një bisedë, nuk kam qef të flasë me emra, po ishin të kësaj zyrës ndërlidhëse amerikane, ti tha nuk e dan popullin tënë, ti pak me dash popullin tënë, ti nesër dhe i hypa aeroplanit edhe shkon. Se unë rezista isha, nuk më isha imaginu gjem që unë me raportu për një ngjarje 2.000-3.000 kilometra lartë. Se unë isha njëri i terenit. Dhe po atje kanë qenë dy kolegë, ishte Ismet Hajdari dhe Milazim Koci. Dhe unë isha i zani gruas. Balansit gjinor, dhe të patë në një radio. Unë e kam bri me 28, ka qenë Jeff Trimble, drejtori general, kam bri me një temperatur të mërshme, shumë i smut, 28 shkurt, me 1 mars veç ishte mbledhja e mëngjezit, vjen drejtori për Ballkanin, vjen drejtori general, edhe po e shtram pyetjen kur thot po e filloj me misionin. Dhe kolegët, po normal është përgjegjësia, gazetari i terenit e ka një guxim pak më ndryshe, riskun e ka, shkallën e riskut e ka tjetër. Për 3 muaj edhe unë skandalizohem dhe shqysh për 3 muaj. Me u fillu, njerëzit ishin mal, mediat ishin zine që shije që do të mbyllën, ishin në atë rrugë. Qka e kishe një kohë buj kundri lindjen, veç kufizoj mundësia edhe gazetarve të uj me depërtu në vendin e ngjarjes. I them jo, nëse kjo zgjatë 3 muaj, tash unë po kthehem sot në Kosovë, s'kam çka. Bëj këtu në Prag. Për çka? Për një emision 30 minuta ose 60 minuta në 3 muaj me u përgatit, s'kemi nevojë me shpik rrotën e historisë. Kur nisi pastaj? Jemi gazetar, edhe ky mbeti, Trimble. Po tha kur po mënon tash sot një javë. Mu më vyn 5 ditë me mësu pa isin që është punaj për radio. Kaq, s'ka këtu filozofi. Dhe e mirataj. Por çka ndodhi? Vjen 7 marsi, ne po hime në emision, edhe e hapa. Unë emisionin,
ishim të 3 kolegë në një mini studio e vogël, komplet stafi, ishte jashtë studios dhe po festohet që po hapët që hapë seksionin në gjuhën shqipe. U krye emisioni dhe tash po i bashkangjite me urimeve, ishim bledh drejtarët e departamenteve, ish program, dhe më thë Radio Evropa e Lirë, transmitate në 26 gjuhë të botës. Dhe po e shoh që diqka më shifnin si me dyshim. Them, a kom gabu dikon? Tha, jo, por du të themi diqka. Edhe shikoshin me zvete, adin drejtorat e departamenteve dhe Trimble. Tha, nuk e qenë live. Nuk ju kam të më prejnë. Që na kemi mendu që jemi live. Dhe po prej nesër jemi live. E ka që vetëm test, apo nuk Vesh test për nesër kemi ditë. Ma mirë që s'kanë tërgu. Do të thotë se s'kanë besu që... Që muni me... E filloj. Ma mirë që s'kanë tërgu se genja ish. Dhe atër kjo ishte 8 marsit, veç me... Edhe keni pasur njerëz këtu për cilët kanë raportuar në Kosovë? Nëse zgabaj, ka qenë Rahman Pacharizi edhe Arbana Vidishiqi, pastaj edhe këta u tërhaqën, që fillon bombardimet, realisht nuk kishim raportimin e kemi menagju prej atje, se unë mbajnë men, mu më duaj me thirë jo shtabin, jo këtë komandant, jo këtë aktivist, jo këtë për me i siguru dhana, të kufizu shumë mundësia e, por aty e pash që kemi bo një hap shumë të mirë. Se kudo që lajmërohesh, ato ishin me tranzistor në dorë jemi. Duke të gjuarë. Dhe me thonë, o bëllën, ty të shkaj me kohë, me gjitha u blokun, s'kishe mas gazetar të ujë mrenda. Po, qatë bombardimeve ishte vështirë të... Ka qenë shumë e vështirë, kështu që e pash që ata kanë pasë vizion, unë e komujt për budallakime mos me shku, edhe ishë zgjatë deri sa t'i shgjetë dikush tjetër, se unë si duket kisha shku me rekomandimet New York Timesit, dhe të njerëzve që punanin në këtë zyrën liaison office. Amerikane që e kanë njoftë zyrën në punën time, prej vitesh, edhe pash që kom bë mirë që kom shku. Konsultesh Radio Evropa e Lirë akoma me vështirësi tash fatkesisht për administratës së re, por simbol natyrisht pikërisht asaj lirisë. E diskutuam më herët natyrisht shumë vështirësi në terren me ndalesat nga policia serbe, legjitimimi e gjithë ideja e rrezikut të sigurisë fizike. Dhe më thënë që atëherë nuk e keni menduar apo jo këtë? Absolutisht. S'keni pasur kohë ta mendoni sigurinë fizike kur Une kam operu si gazetar. Kur as në cepin e fundit të mendjes time, nuk ka shkuaja ideja e tash je gazetare, grua, qik, apo je bur, dallime tilla. Ne kemi qenë të shtyrë nga ideja edhe misioni që të përhapët sa ma shpejt, sa ma sakt, sa ma shumë informacionin për represionin sistematik që i baj shqiptarëve në Kosovë. Dhe s'ke pas kokti me mendu për gjana tjera. Por, një element të cilin e kom vrejt që i mungan bisedave kur flitet për luftën, është pikrisht kjo pjesë e luftës kanë qenë gratë, kanë qenë qikat, kanë qenë nanat. Dhe me thonë se ti nuk e ke pas terenin e pastrum, e me i pas veç burat me luftu shumica e sulmeve të Serbis, ty të kanë ndodhë në vendbanimet popullume. Me shqiptar, aty ti e ke pas edhe grun, edhe nanën, edhe qikën, edhe mesën, edhe djalin, edhe fëmijun, se nuk kanë ikë. Njerëzit, në shumicën e rasteve, gjem janë mbrojt prej pragut shpisë. Dhe kja ka ndodhë edhe të jasharaj. Qysh ka dhënë t'i vëdhet, për na shpeton jemi. Edhe pragun e mbroj, kërkujt kur gjë nuk jam të i bo. Edhe në terrena, e ke pasur ndjenjen që këto gra, cilat i ke taku, kanë pas ma let me ndarëfimet me ty duke qenë grua gazetar? Duke vëshirë nanën Zaidi? Po. Ndoshta pse u familiarizum, pse unë isha përgjithë ditë në terren, ndoshta pse dhe puna ime ishte pak e dukshme, fitohet një lloj besimi, hapen burimet ma let. Dhe imbi e grave ka qenë
dy fish më e madhe se e burrave. Se gratë, unë vetë jam gru, e kanë edhe atë përgjegjësinë për fëmijën e vogël, e kanë përgjegjësinë për burrin, për djalin, ajo bisedë me, për shembull me nanën Zaide, ka qenë bisedë në kontekstin e asaj që ka mundet me ndodhë. Kanë me mi vra fëmin, për të fëmi ish Jashari, Ademi, ish Hamza, ish tjetri, është nanë. Dhe tje fëmi i përjetë që një fëmi. Nuk ju kanë da gratë. Dhe thëtë gratë, edhe qikat, komplet familja, ka qenë aty ku kanë qenë gjithë tjertë. Shëndeti mendor. Ja. Është një temë që shumë pak diskutohet në Kosovë, edhe tash në atë kohë prap besoj që kërkojnë as ka shku menje, po sa është e rëndësishme ose sa personalisht atë kërikthejnë traumat e asaj që e ke përjetu duke raportu në vitet 90 ose në mësë 88-90. Mu më kthejnë datat e caktume. Po, janë periudha kur ka mangë edhe nuk po di qysh me e spjegu këte. Për shembull, gjem, unë e kur mamas luftës nuk kam shku në prekat. S'ke qenë asnjëherë? Kur? Nuk kam fortë. Dhe thëtë kja, sigurisht është traumë. A e kuptan. Prekazi është po piku nuk kam mujtë me u ballafaqu. E kam taku Muratin para disa viteve, rasisht, e më thëtë i duhet me arë. Të thëtë, ata me krejta të humbi ishin ma të fuqishën se që jam unë. Duhet me arë, nuk jam i gatshme. Po, se janë rëfimet, janë pamjet. Nuk mojën e me thonë që je pandjenjë kur ti shet 3 reshta me kufoma të njerëzve që i ke taku, të njerëzve me të cilë të ke pi qaj, të njerëzve me të cilë ti ke ndahale, e ke pa që ka me ndodhë kjo që ka me ndodhë, e ke bisedu që ka me ndodhë kjo që ka me ndodhë. Dhe nuk kanë ikë, kanë qëndru aty, brenda pragut vetë. Dhe për njerë, nuk janë ma, ishe të shtrim në është e randë. A du të me kërku ndihmë profesionali gazetarët, pra, për ta trajtu shëndetin Shika, gazetarët janë bukur shumë të konsolidume dhe të mobilizume, se i mbron që ajo ideja dhe misioni që duhet me shty misionin për para, për ndihma profesionale, pa tjetër se është e nevajshme. Pa tjetër se është e nevajshme. Une, për shembull, mbyllesha. Nuk kam pas kur dëshirë me folë çka kam pa. Nuk mu isha me rikëthy momentin. Me vite e kam pas këtë problem. Do të thëtë, të vjen një lloj ankthi se ti të kthehen pamjet. Atë këto të pamja, për shembull, e foshnjës asaj bebës me cucull në ku ka qenë, jo, kanë qenë pamjet të tmerrshme, të nanave, në malet e Berishës. A e din ti kur je në shtëpi dhe për një herë përfundon në një çadër. Dhe ti si nanë, ti ke obligim prej burrit, e fëmijëve, djemve, qikat e për të gjitha. Këto do thotë unë kam angth pse s'kam mujt me nal, unë kam dashur me nal luftën. Do me thonë kjo mundet me t'inglu që sharake, se unë nuk kujtoj që njerëzit duhet me u ekspozu në përdhimbje ka që më dha edhe vujtjet përjetshme. Kam shpresu që ndashta mund të gjendet një rrugë pa këtë katarë në për cilën njerëzit kanë kalu. Nuk ndihem unë rahat, për shembull lufta ti të kujtohet ka shpëtu një vajzë, a e pat Rezarta. Besarta. Edhe ti pas masakrit, pas krejt ceremonia, 2 herë ceremonia e varimeve, në të 2 ceremonit kam qenë.
Dhe ti pastaj vjen në Prishtinë dhe i sheh të mbjetuarit këto në një hotel, në hotelin Dea, do me thonë, prej dhimbjes në dhimbje shkojnë, se ata s'kan pas kur farë sigurie. Ato janë qika, janë gra, janë fëmijë. Ne kur flasim për luftën, kujtojmë që lufta është diçka burnore, që ato janë veç burrat, është kjo mendësia. Po jo mëre, lufta jemi gjithë ne. Secili nga prizmi edhe pikpamja e vetë. Ato gra kanë zi, ato gra kanë pregadit, ato gra kanë dalë me ushqy, kanë do që e kanë pa në përkufit fshatrave, në për istikame, kanë bartë, peshë, dy fesht, trajtimi është i domosdoshëm. Edhe për popullatën, po edhe për gazetarët. Edhe për gazetarët. Falënderoj shumë, ishte e kënaqësi shumë e madhe që jam biseduar bashkë. Faleminderit që